shpesht edhe që është e parë është edhe tharja apo terja e gojës, që e ndëgjojmë shpesh, unë kam plas qikues që më shkruajnë vete brenaj doktor, po më teret goja. A mund me pi pak ujë? Po mund është me pi pak ujë. Apo teret goja, bëni testën e diabetit. Domethënë, është një prej simptomave më të shpeshta. Edhe sidomos të gjeneratat e moshune, ku tentojnë me ujë, me qumsht, me kos, me ato, me hek, me e largu. Në fakt, nëse e marim këtë punë seriozisht, kur të fillon me u terë goja, do me thonë gjendja është e pak më serioze. Sepse dijen ato 4 simptome janë të diabetit, janë polidipsi, polifagi, poliuria, më kuptoni. Do me thonë si cila është një poli. Tu edhe në gjuhën e popullit. Pra, në gjuhë populli është shumë ujë pen, shumë ujë derdh, shumë ushqim han. Më kuptoni, do me thonë janë simptomet të cilat veç janë ndryshuar në organizëm.